Prokuroria kërkon paraburgim për 23 të dyshuar për manipulim votash. Kryeministri në detyrë Albin Kurti thot se s'ka amnisti për manipuluesit e votave. Policia e Kosovës zgjen armë me municione në Zveçan në një shtëpi të vjetër të pabanuar. Uji nga Badocia është ende i papishëm si pasojë e vërshimeve në drenas të prekurit nga përmbytjet kërkojnë ndihmë nga shteti. Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Komisioner e individ që në mënyrë klandestine janë përfshirë në manipulime votash brenda subjekteve politike, duke dëmtuar kolegë e subjekte politike, nuk kanë amnisti, ka thënë kryeministri në detyrë Albin Kurti, njëherësh kryetari i lëvizjes Vetëvendosje. Kurti përmes një postimi në Facebook inkurajoi institucionet që hetimet të shkojnë deri në fund. Lëvizja Vetëvendosjes sipas tij ka qenë gjithnjë gardian e ruajtjes së vullnetit politik të shprehur përmes votës në kuti të votimit dhe ashtu do të qëndrojë për herë. Kurti tutje ka thënë se Republika e Kosovës është shembull i demokracisë në rajon dhe i proceseve zgjedhore, derisa ka shtuar se adresimi përmes ligjit dhe llogaridhënies për raste të dyshimeve të manipulimeve brenda subjekteve politike është i domosdoshëm për integritetin e procesit. Vullneti i qytetarëve është i shenjtë, vota është e lirë dhe kjo do të garantohet deri në fund. Dyshimet duhet të hetohen, manipuluesit duhet të ndëshkohen, ka shkruar Kurti. Prokuroria themelore në Prizren ka bërë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit për 23 persona. 21 të pandehur janë komisioner që dyshohet se kanë kryer veprën penale, falsifikim i rezultateve të votimit, një komisionere ngarkohet me 2 vepra penale, atë të falsifikimit të votimit dhe marrjes së rishfetit dhe një vëzhgues për kanosje dhe rishfet. Për këto dhe detajet të tjera do të lidhemi drejt për drejt me gazetaren tonë në Prizren, Nora Gjuzi. Mirëmbrëma, Nora, atëre 2 seancat e para kanë përfunduar, ndërkohë që për 2 të tjerat a kanë përfunduar dhe cili është vendimi i gjykatës për kërkesat e prokurorisë? Po, gëzim, mirëmbrëma për juve në studio dhe për gjithë shikuesit tanë. Deri në këto momente kur ne tani po raportojmë nga gjykata themelore në Prizren, 3 janë nga seancat dëgjimore të cilat kanë përfunduar dhe një është duke u zhvilluar tani në këto momente me 9 të pandehur. Një aksion i cili ka filluar dje nga orët e hershme të mëngjesit nga prokuroria dhe policia në Prizren ka rezultuar me arestimin e rreth 109 vëzhguesve dhe komisionerve, të cilët më pas ju është caktuar masa e paraburgimit prej 48 orë, ndërsa sot nga gjykata themelore në Prizren është caktuar dhe seanca dëgjimore e cila ka qenë e ndarë në 4 seanca nga 4 gjyqtar kujdestar, kjo për shkak të numrit të madh të vëzhguesve dhe komisionerve, të cilët po dyshohen për manipulimin e rezultateve të zgjedhjeve të parakohshme të 28 dhjetorit. Pra, është një vëzhguese e cila po akuzohet për manipulimin e rezultatit dhe marrjen e rishfetit dhe një vëzhgues i cili po akuzohet për rishfet dhe kanosje. Deri në këto momente, këto janë informacionet, ndërsa vendimin për vazhdimin e masës të paraburgimit të akuzuarve që sot janë sjellur këtu në gjykatën themelore në Prizren, nga zëdhënësi i gjykatës në është bërë e ditur që vendimi ka mundësi të mirët ose në orët e mbrëmjes sonte ose nesër gjatë ditës, pra në mëngjesin e hershëm ku gjithmonë do të e publikojnë atë edhe në webfaqen, ndërsa të hënën është thënë që ka mundësi të ketë edhe kërkesa të tjera për vazhdimin e masës së paraburgimit dhe për disa komisioner dhe vëzhgues të tjerë. Dhe për detajet më tjetër
Pra detajet të cilat se si ka shkuar i gjithë procesi ditën e sotme, unë ftoj që të ndjekim kronikën në vazhdim. Gjykata themelore në Prizren të shtunën ka caktuar seancë dëgjimore ndaj komisionerëve që dyshohen se kanë manipuluar me rezultatet e zgjedhjeve. Të dyshuarit ishin ndaluar për 48 orë, ndërsa për 21 prej tyre prokuroria ka paraqitur kërkesë për vazhdimin e masës së paraburgimit. Marrë në total janë 23 persona për cilë të shkërku seanca, për cilë të shkërku masa e paraburgimit. Marrë pra 21 të pandehur në cilësinë e komisionerit të dyshuar për veprën penale falsifikimi e rezultateve të votimit, një të pandehur komisionere për 2 vepra penale falsifikimi e rezultateve të votimit dhe marrja e rishfetit, dhe për një të pandehur në cilësinë e vëzhguesit për 2 vepra penale kanosja dhe dhënia e rishfetit. Ndërsa për të monitoruar procesin e intervistimit i pranishëm ishte edhe avokati i popullit Naim Qelaj. Sa po zbatohen dhe si themi po respektohen standardet për një qasje dhe një mundësi të drejtë për një procedurë ku garantohet edhe personave që janë dyshuar më mbrojt. Në fakt mendoj që është një prej rasteve të rënda që ka ndodhur në Kosovë, por që apelim është që edhe drejtësia duhet të jetë kujdesshme që asnjë person i pafajshëm të mos jetë pjesë e një procesi ku mund të dëmtohet digniteti i tij. Seancat dëgjimore mbajtën për të vendosur lidhur me masa të mëtejme ndaj të dyshuarve, ndërsa rasti lidhet me veprat penale që prekin integritetin e procesit zgjedhor. Policia e Kosovës ka gjetur armë, municion dhe granata dore gjatë kontrollit në një shtëpi të braktisur në Zveçan. Sipas njoftimit të policisë, janë sekuestruar një armë automatike AK-47, një pushk gjysmë automatike, municion, si dhe 2 granata dore, derisa nuk ka persona të arrestuar. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se Kosova nuk i harron kurrë krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidin e kryer nga Serbia në Kosovë. Derisa ka kujtuar viktimat e masakrës së Rakovinës, Kurti ka thënë se kujtesa është për të mos lejuar që e vërteta të zbehet e që krimet të mbesin pa emër dhe përgjithësi. Sot janë bërë 27 vjet që kur Serbia ekzekutoi 5 qytetarë që po lëviznin me një traktor dhe rimorkjo në Rakovin të Gjakovës. Nga forcat serbe ishin vrarë Besimi 12 vjeç, Haxhiu 11 dhe babai i tyre Shabani, si dhe çifti Hysen Esanie Kurti nga Cermjani. Autoritetet lokale të emergjencave në komunën e Drenasit janë duke verifikuar dëmet nga vërshimet dhe brenda mundësive po i ndihmojnë me pako humanitare familjet e dëmtuara. Deri me tash janë paraqitur 247 kërkesa për vlerësim të dëmeve. Brenda më pak se një orë, vërshimet u dëmtuan gjithçka njerëz prej 131 familjeve të përmbytura nga vërshimet, familjes Gjekaj, e cila mbeti vetëm me kul mbi kokë, ndërsa të gjitha kushtet për jetesë duhet nga e para të rindërtohen. Vërshimi jo konë në përmosa aq të mëdha, me një shpejtësi shumë të madhe, mrena ore, ma pak se ora, është konë nivelin e metër i ujit mrena, gjë që e kemi pas të pamundshme me pështu diçka. Jemi ka me një ekonomi mesatare, tash peshene që gjithë shka është shkatëru, për më këthy ku jemi konë realisht në duhen edhe po aqë vjetë sa kena shpenzu me mërënjë direktu. Kush më shumë e kush më pak pësuan nga vërshimet, megjithatë mbështetja institucioneve është shpresa, thot një kryefamiljari një familje tjetër të përmbytur nga vërshimet. Domethënë ka kate por komplet në noj, tjerët që ka posë ushqime këtëri ka pojtë komplet. Dhe presëm për institucionet që në marrin masa të këshyrin.
Zyrtar komunal të Drenasit janë në terren për të evidentuar dëmet nga pasojat e vërshimeve me shpresë që nga bashkëveprimi i pushtetit lokal dhe atij qendror do t'i zbutin sadopak dëmet e vërshimeve. Nga kërkesat e qytetarëve deri më tani gjithsesi kemi 247 kërkesa për vlerësim të dëmeve. Prej tyre janë 131 kërkesa në ekonomi familjare, kemi 59 kërkesa në biznese, në bujqësi kemi 39 kërkesa dhe 18 kërkesa i kemi për veturat të cilat veç që kanë ngesë në për ujë. Zyrtarë në Drenas thonë se problemet infrastrukturore janë duke u riparuar, ndërsa presin që mes dëmeve dhe dhimbjes, shpresa mbetet që arsyeja dhe vullneti të shndrohen në veprim për të dalë në ndihmë familjeve të prekura nga vërshimet në Drenas dhe komune tjera të vendit, ndërsa pasojat e vërshimeve të zbuten dhe jeta të rifillojë me dinitet. Uji që vjen nga liçeni i Badocit vazhdon të jeti papishëm edhe pas rreshjeve të fundit, duke lënë pa ujë të sigurt për konsum 10 lagje të Prishtinës. Përballë kësaj situate, qytetarët janë detyruar të gjejnë alternativa për furnizim apo blerje të ujit për pije, gjë që po rëndon buxhetin e familjeve. Nga kompania rajonale e ujësjellësit Prishtina kanë konfirmuar se uji nga ky liçen vazhdon të jetë i papishëm për qytetarët, ndërkohë nga IKSHPK paraprakisht kanë treguar se në cilat zona nuk rekomandohet ujë për pije. Uji nga liçeni i Badocit vazhdon të mbetet i papishëm. Pas rreshjeve të fundit, lagjet e tëra të Prishtinës që furnizohen nga ky liçen janë përballur me mungesën e ujit të pishëm. Përballë kësaj situate, banorët janë detyruar të gjejnë rrugë alternative për të furnizuar me ujë. Disa prej tyre shfrytëzojnë këtë burim në Matiqan që thuhet se rrjedh nga mali. I vonët i punës erdha që shtu të drejt era me mush të bile mes me pas. Qa me bo? A s'ka ujtë mëshë të shisa mëshë, qa me bo? Të të vizbatu urdhët. Nga frika pirjes nga fëmijët, sherif Vrajolle e kanë dalur krejt përdorimin e ujit. Si rrjedhoi e kësaj, burimi i furnizimit me ujë për nevojat familjare, por jo për pije mbeten bunarët. Prandaj ai thotë se situata paraqet vështirësi, sidomos për fëmijët dhe familjet që varen nga uji i sigurt për përdorim të përditshëm. Për i kina shfrytëzoj e po mikrofonin, për i kina shfrytëzoj krejtë në shpet, edhe për pastrimet, po me pi, nuk e pi, kështu që e shfrytëzoj. Në mungesë të alternativave të tjera, qytetarët detyrohen të blejnë ujë për pije. E kjo blerje e përditshme e cila në pamje të parë duket e vogël, me kalimin e kohës kthehet në një shpenzim. Gjithë blejmë, domethënë po dëmtohemi materialisht. Problemi është që dëmtimi më shumë ti është dëmtimi material, kështu ashtu në këtë krizë, në këtë gjendje që jemi, edhe ujin edhe gjitha me i ble, jam paguar si rregull, borxhe s'kam, kurçe s'kam. Nga kompania rajonale e ujësjellësit Prishtina përmes telefonit i kanë konfirmuar RTK se uji që vjen nga liçeni i Badocit vazhdon të jetë i papishëm për qytetarët deri në një njoftim tjetër, ndërkohë Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka treguar paraprakisht zonat ku uji nuk rekomandohet të pihet ende. Në rajonin e Prishtinës, fabrika për trajtimin e ujit Badoc dhe Vragoli, rajoni i Gjilanit në Kamenic, stacioni i pumpimit numër 2, Bahqja dhe fshati Berivojc, rajoni 5 në Klinja rrjeti nga Puset dhe rrjeti nga burimi Jarin, në rajonin e Gjakovës burimet në Hoq të Madhe, Opterush dhe Zaqisht, rajoni Prizrenit, Malishev. Partia Demokratike në Shqipëri përmes një proteste të organizuar para objektit të kryeministrisë po kërkon largimin e qeverisë dhe vendosjen në një qeverie teknike dhe organizimin e zgjedhjeve të reja. Në orët e mbrëmjes, protesta zhvendosur të Kuvendi i Shqipërisë pasi protestuesit hodhen molotov e fishek zjarr në drejtim të objektit të kryeministrisë. Kjo ndodhi pas fjalimit të Sali Berishës. Policia ka bërë të ditur se si pasojë e sulmit me bomba molotov nga protestuesit ndaj punonjësve të policisë, disa punonjës policie kanë marrë ndihmën e parë mjekësore. Ndërkohë, policia ka përdorur gaz lotësjellës. Siç raportojnë mediat atje, rreth 1600 polic kanë rrethuar hapësirën ku po protestohet. Në linjë të drejt për drejt kemi flutura Totan nga RTSH.
Flutura, të përshëndes dhe na thuaj cilat janë të rejat në këto momente. Përshëndetje, në fakt ne prej më shumë se 2 orësh jemi duke ndjekur nga afër protestën e opozitës, e cila fillimisht nisi përpara godinës së kryeministrisë e më pas vendos te godina e parlamentit. Ashtu siç e thatë edhe ju, ka pasur disa të shoqëruar nga ana e policisë së shtetit, pasi kanë kryer akte të rrugshme ndaj institucioneve, ndërkohë që policia e shtetit na ka konfirmuar se disa punonjës drejtësisë janë duke marrë mbi injektore pasi janë dëmtuar nga molotovët, ndërsa disa të tjerë janë dëmtuar nga studhi me gurë dhe sende të forta. Policia e shtetit përmes një komunikimi që ka pasur me gazetarët e terrenit ka komunikuar se i bën apel të gjithë qytetarëve që të ndalin sulmin ndaj policisë dhe të distancohen nga personat e dukshëm. Ndërkohë, një protestues është plagosur dhe ai pasi mori pjesën e parë në autoambulancën e cila është përpara parlamentit, ai usua portimin të shpëtuar mjekësore në spitalin e traumës pasi është dëmtuar në pjesën e kostur. Të falenderoj për këtë transmetim të drejt për drejt. Ka hyrë në fuqi ngritja e çmimit për mbeturina, por jo dhe kompania pastrimi e cila do të duhej ta mirëmbante kryeqytetin të pastër. Qytetarët kanë ankesa të shumta lidhur me mos pastrimin e kontenjerëve në kryeqytet. Kontejner të stërngarkuar e mbeturina jashtyre kishte në njëra nga lagjet e Prishtinës. Kështu dukej me mbeturina njëra nga lagjet kryesore të kryeqytetit këtë të premte. E një qytetari cili erdhi te njëra nga kioskat ku bëhet pagesa pati ankesa për shërbimet. Jo, çfarë miri, ku ka me ekonomi në gjendja? Jo, me bërlogje, me këtë një logje vjen, merë të thënë, jo. Unë ku banoj, bregzilit jenë regullisht, jenë pastrume në kontenerat. Gjendja me mbeturina nuk duke e mirë në një pjesë të rruga C. Por kishte lagje që gjendja me mbeturina ishte e mirë, punëtorët e kompanisë pastrimi ishin në terren. Përmes një komunikate gjatë ditës, KRM Pastrimi ka njoftuar se çmimorja aktuale nuk është vendim i KRM Pastrimi, por burë nga rregullorja për menaxhimin e mbeturinave e miratuar nga Kuvendi Komunal i Prishtinës në dhjetor të vitit 2023. Sipas tyre, ky proces synon standardizim, transparencë dhe trajtim të barabartë për të gjithë konsumatorët, si për anfiserit ashtu edhe për bizneset. Për anfiserit nga KRM Pastrimi ka njoftuar se tarifa maksimale mujore nuk të kalon 6.20 euro, sipas çmimorës së miratuar nga Kuvendi Komunal. E drejtori i shërbimeve publike në komunën e Prishtinës tha se njoftimi ka të bëjë kryesisht me klasifikimin e bizneseve ose personave ekonomik, juridik, të cilët kategorizohen varësisht prej veprimtarisë, madhësisë së biznesit dhe mbeturinat që krijojnë. Bizneset të cilat deri sot kanë shfrytzuar kontejnerët e ambistrisë për me i hedhë mbeturinat e veta, nuk do ta kenë të mundur një gjë të tillë, do të detyrohen patjetër edhe ato që i kanë ikë klasifikimeve ose kategorizimeve dhe kontraktimeve të mëhershme, do të detyrohen patjetër me hyrë në kontratë në ndërmarrjen pastrimi, do t'i kenë patjetër kontejnerët e vet. Sipas Brahes, tarifat nuk kanë ndryshuar dhe se qytetarët rezidencial të anvisërisë janë të paprekur. Ish punonjësit të rilindjes kërkojnë nga komuna e Prishtinës t'u jap 20% të parave të cilat sipas tyre u takojnë, pasi 5.5 hektar truall që gjenden në qendër të Prishtinës ishin të kësaj ndërmarrje. Zeqir Bekolli, përfaqësuesi ndërmarrjes së gazetarëve botues e Rilindja, thotë se prona ishte blerë nga Rilindja në vitin 1971 dhe se Agjencia Kosovare e Privatizimit ja shiti komunës së Prishtinës, e kjo e fundit si kreu obligimet të 20% ndaj ish punonjësve të Rilindjes. Ata kanë ngritur padindaj komunës, por ky e fundit e kontaktuar nga RTK-ja nuk është përgjigjur këtyre pretendimeve. Ndërmarrja e gazetarëve botues Rilindja ka ngritur padindaj komunës së Prishtinës pasi sipas tyre kjo hapësirë prej 5.5 hektarësh ishte e Rilindjes, e që sipas tyre mjetet e kësaj toke i ka marrë komuna. Kjo prapanesh është prona në qendër të Prishtinës, për të cilën ish punonjësit e Rilindjes kanë ngritur padindaj komunës së Prishtinës. Sipas tyre në vitin 1971, Rilindja e bleu këtë truall në vlerë për 11 milion dinareve. Marrëveshja sipas tyre ekziston. Këtë pagesë ka bo në vitin 1971 dhe 1972.
Sipas marrëveshjes që ne disponojmë, Komuna e Prishtinës në atë kohë i ka kry të gjitha obligimet, madje edhe këtë rol ja ka dhonë tërmorës gazetare Botuese Rilindja në shfrytëzim të përhershëm. Sipas Bekollit, edhe gjatë vitit 2015, Agjencia Kosovare e Privatizimit nëpërmjet një kërkese i kishte kërkuar komunës së Prishtinës që këtë ruall t'i kthehet në pronësinë ndërmarrjes së gazetareve Botuese Rilindja, e që sipas Bekollit ajo kërkesë ishte e panevojshme. Ky veprim ndoshta ka qenë i panevojshëm për faktin se ne disponojmë me marrëveshje. Mirë po komuna e Prishtinës sigurisht ka ngul këmbë se ka qenë pronë e tyne, ka qenë edhe disa përpjekje për me privatizu e tjera, por nuk dëshoj të hyj në detale, po ajo që neve na intereson. Na intereson 20% nga kjo vlerë e tokës. Lidhur me këto pretendime të ish-punëtorëve të Rilindjes nga Komuna e Prishtinës nuk kanë kthyer përgjigje. Ndrojmë temë, klinika emergjente në QKK gjatë vikendit është përballur me fluks të madh të pacientëve që kanë kërkuar trajtim, duke mbi ngarkuar kliniken. Nga emergjenca kanë apeluar të qytetarët që fillimisht për rastet jo urgjente të kërkojnë trajtim në qendrat e mjekësisë familjare apo edhe të spitalet rajonale në mënyrë që të shmangin ngarkesën e klinikës emergjente. Ndërkohë, fluks të shtuar të pacientëve kanë vrejtur edhe në qendrat e mjekësisë familjare në kryeqytet. Fundjava përballë emergjenca në qendrës klinike universitare me një fluks të madh të pacientëve, duke shkaktuar kështu ngarkesë të madhe në punë. Për gjatë 2 ditëve janë trajtuar rreth 900 raste duke ofruar shërbime të natyrave të ndryshme, nga të cilat 61 kanë qenë si pasojë e aksidenteve. Duke marrë përballë se shumica nga ata që kanë kërkuar ndihmë mjekësore janë paraqitur drejt për drejt në qendrën emergjente, duke anashkaluar shërbimet shëndetësore parësore dhe dytësore, nga emergjenca kanë bërë thirrje që qytetarët të mos anashkalojnë qendrat e mjekësisë familjare apo spitalet rajonale. Në këtë thirrje mes tjera shtuhet se qendra emergjente mbetet e rezervuar për rastet serioze dhe kërcënuese për jetën. Një fluks i madh i qytetarëve është vrejtur edhe në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë. Për këtë javë kemi pas diku deri në 500 konsultime mjekësore, mirë po i kemi qendra numër 6, i ka pas rreth 1600 konsultime, qendra numër 4 rreth 1800-1900 konsultime sepse e ka edhe ndrimin e natës. Gjithashtu edhe qendra numër 5 te Dardania i ka pas diku në rreth 1800 konsultime brenda një jave. Bazuar në të dhënat e qendrës kryesore të mjekësisë familjare, për gjatë vitit të kaluar vetëm 2% e rasteve emergjente janë referuar drejt qendrës klinike universitare. Vazhdojmë me një lajm nga sporti. Ion Kuka dhe Arba Hasanaj kanë fituar medaljet e bronzta në Kupën e Afrikës për kadet Garkjo, e cila po zhvillohet në Casablanca të Marokut. 2 talentet e reja në urdhrat e kampionës olimpike Majlinda Kelmendi ngritën lart flamurin e Kosovës në mesin e 27 shteteve të tjera pjesëmarrëse në këtë ngjarje. Ekipi i Kosovës ka lënë gjurmë në Kupën e Afrikës për kadet në judo duke i fituar 2 medale të bronzta. Në këtë garë që po zhvillohet në qytetin e njohur të Marokut Casablanca, e ku po marrin pjesë 148 garues nga 27 shtete të ndryshme të botës, vendin tonë përfaqësuan Ion Kuka dhe Arba Hasanaj në udhëheqjen e kampionës olimpike Majlinda Kelmendi. I pari medalin e siguroi Ion Kuka, i cili në luftën për vendin e 3 mposhti me Ipon kundërshtarin nga Luksemburgu Ugo Marciori. Djali mjeshtrit ndërkombëtar të judos driton Kuka në kategorinë deri 55 kg për të arritur deri te ky sukses në repesazh fillimisht me Ipon poshti marokenin El Medi Boudaram e më pas edhe garuesin nga Luksemburgu për të siguruar vendin në podiumin fitues. Nga ana tjetër, rrugtim të ngjashëm pati edhe Arba Hasanaj, e cila fitoi medalën e bronz në kategorinë deri 70 kg. Arba në repesazh mposhti me Ipon garuesen vendase Rokaja Gotfane derisa për të bronztën rivalen nga Bosna e Hercegovina Ivana Bebek. Është kjo një dëshmi tjetër se edhe në kategori të reja judoja ka shpresa për suksese të mëdha, sikurse që tashmë ka dëshmuar me garuesit elitar, duke i fituar edhe 5 medale olimpike, pa llogaritur këtu edhe titujt e kampionatit botëror evropiane të tjerë.
Pse Gjermania nuk mori pjesë në Këshillin e Paqes të presidentit amerikan Donald Trump dhe cila është domethënia e boshtit të ri strategjik mes Romës dhe Berlinit. Këto janë dy temat që ka zgjedhur korrespondentja e Deutsche Welles në Berlin, Anila Shuka, për përmbledhjen javore të Deutsche Welles për RTK. Këshilli i Paqes së presidentit amerikan Donald Trump në Davos ishte një nga temat kryesore të politikës botërore. Ndryshe nga Kosova, Gjermania nuk mori pjesë në të. Qeveria gjermane ka refuzuar pjesëmarrjen për arsye kushtetuese. Kancelari Friedrich Merz bëri të ditur se në formën aktuale strukturat drejtuese të këtij këshilli, ku presidenti amerikan është kryetari i përhershëm të drejtë vetoje dhe ku shtetet që duan të jenë antar për më shumë se 3 vjet duhet të paguajnë 1 miliard euro, nuk janë të pranueshme për Gjermaninë. Megjithatë, kjo jo e kancelarit gjerman nuk ishte aq e fortë sa ajo e presidentit francez Emmanuel Macron. Kjo do të thotë që Gjermania gjithsesi nuk do që t'i prish marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, në fjalimin e tij në Davos, kancelari Merz nuk i kurseu kritikat e tërthorta ndaj politikës aktuale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shefja e studios së Deutsche Welles në Washington, Ines Paul, shpjegon në podcastin e Deutsche Welles Berlin Briefing se Merz po ecën në një terren shumë të rrëshqitshëm sepse është i vetëdijshëm që Gjermania është ende thellësisht e varur nga Shtetet e Bashkuara në fushën e mbrojtjes. Eksperti i sigurisë nga Pacific Forum, William Alberg, shpjegon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë i vetmi vend në botë që kanë aftësinë globale për të zbuluar nisjen e një rakete balistike kudo në planet. Sipas Alberg, kjo tregon shkallën reale të varësisë strategjike të Gjermanisë dhe Evropës. Dikush që i ka marrëdhënie shumë të mira me presidentin amerikan Donald Trump është Giorgia Meloni. Pikërisht për këtë arsye takimi mes Merzit dhe Melonit në Rom u konsiderua strategjik. Gjatë konsultimeve ndërqeveritare u nënshkruan disa marrëveshje për mbrojtjen, migracionin, energjinë dhe konkurrueshmërinë në treg. Ky boshti i ri aleance brenda Bashkimit Evropian synon një përgjigje evropiane ndaj dy sfidave kryesore të momentit: kërcënimit ushtarak nga Rusia dhe presionit strategjik ekonomik dhe politik nga Shtetet e Bashkuara nën Donald Trump. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar Kanadan me tarifat e ashpra tregtare, duke lidhur këtë hap me marrëveshjen e re tregtare mes Ottawës dhe Pekinit. Presidenti amerikan ka anuluar edhe ftesën për Kanadan për t'u bashkuar bordit të paqes, duke sinjalizuar përkecim serioz të marrëdhënieve mes dy vendeve aleate. Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar se SBA-ja mund të aplikojë tarifa deri në 100% ndaj mallrave kanadeze, nëse Kanadaja finalizon marrëveshjen e saj të re tregtare me Kinën. Sipas presidentit amerikan, kjo marrëveshje rrezikon ta shndrojë Kanadan në një portë hyrëse për mallrat kineze drejt tregut amerikan. Kërcënimi vjen pas vizitës së kryeministrit kanadez Mark Carney në Kinë ditë më parë, ku arrit një marrëveshje që parasheh lehtësime tregtare reciproke përfshirë sektorin bujqësor dhe atë të automjeteve elektrike. Si pasojë e këtyre zhvillimeve, Trump ka anuluar ftesën e Kanadas për t'u bashkuar bordit të paqes, një iniciativë ndërkombëtare e propozuar nga administrata e tij, duke e bërë të qartë se marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Ottawës janë futur në një fazë tensioni të ri. Autoritetet kanadeze nuk kanë reaguar drejt për drejt ndaj kërcënimit për tarifa, por kanë theksuar se politika tregtare e Kanadas bazohet në diversifikim dhe mbrojtje të interesave kombëtare. Kanë përfunduar bisedimet 2 ditëshe të paqes mes Shteteve të Bashkuara, Ukrainës dhe Rusisë në Abu Dhabi, pa një marrëveshje përfundimtare, duke lënë ende të pazgjidhura çështjet kryesore territoriale. Ndërkohë, gjatë zhvillimit të negociatave, Rusia ka intensifikuar sulmet ajrore ndaj qyteteve ukrainase, duke i vënë nën presion përpjekjet diplomatike. Bisedimet trepalëshe të paqes mes Ukrainës, Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë të mbajtura në Abu Dhabi për herë të parë që nga fillimi i luftës kanë përfunduar pa arritur ndonjë zgjidhje mbi konfliktin që tashmë po hyn në vitin e 4. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky i përshkroi ato si konstruktive dhe tha se negociatat mund të vazhdojnë sërish javën e ardhshme, me shpresë për hapa të mëtejshëm drejt paqes. Ai theksoi rëndësinë e rolit amerikan në proces dhe nënvizoi se pozicioni i Ukrainës mbetet i pandryshuar ndaj integritetit territorial.
Megjithatë, mosmarrëveshjet të mëdha mbeten rreth çështjeve kryesore, siç është prona e territoreve të kontestuara të Donbasit, ku Rusia kërkon të tërheqë kontrollin e Ukrainës, një kërkesë që Ukraina ka refuzuar prerë. Ndërkohë, gjatë kohës së zhvillimit të bisedimeve, forcat ruse kanë ndërmarrë një fushat të gjerë sulmesh ajrore mbi qytetet kryesore ukrainase, përfshirë Kievin dhe Harkivin. Këto sulme përfshin qindra dronë dhe raketa dhe shkaktuan ndërprerje të energjisë elektrike për qindra mira banor në të ftohtin e dimrit. Ukraina e cilësoi këtë ofanziv si një akt barbar dhe cinik që nënvlerëson seriozisht përpjekjet diplomatike dhe kërcënon paqen. Autoritetet kanë raportuar të paktën një person të vrarë dhe dhjetra të plagosur si rezultat i sulmeve, ndërsa furnizimi me energji dhe ngrohje mbetet një çështje shqetësuese për popullsinë ukrainase. Shtëpia e Bardhë e cilësoi raundin e sotëm si produktive, por pa arritur rezultatet konkrete që kishin shpresuar palët, duke nënvizuar nevojën për negociata të mëtejshme për të adresuar konfliktet kyçe dhe sigurimin e një fundi të qëndrueshëm të luftës në Ukrainë. Shikues të nderuar, kas për këtë edicion të lajmeve. Ju faleminderit që na ndoset dhe mirupafshim.